Kur një qenë kureshtar nuk ndalonte se gërvishturit çantën në shpinën së një të huaj, kalimtarët fillimisht menduan se ishte thjesht një sjellje e çuditshme. Por kur mbërriti policia dhe hapi çantën, ajo që zbuluan i la të gjithë plotësisht të tronditur. Ky moment në duke i zakonshëm u kthye në një zbulim tronditës që askush nuk mund ta kishte pritur. Burri me çantën e shpinës qëndronte i ngurt. Biletën e tij të hipjes e identifikonte si Joe Richardson, një burr rreth të 20-tave që udhëtonte për në Denver. Në letër, ai dukej si çdo udhëtar i zakonshëm, por qëndrimi i tij tensionuar dhe shikimet e shpejta tregonin një histori krejt tjetër. Dura e Joe shtrëngoi ripin e çantës dhe gishtat e tij u zbardhën. "Çfarë po ndodh?" pyeti ai duke u përpjekur të buzëqeshte me dridhje. "Pse po të shmendet qeni juaj?" Oficeri Alan u afrua me kujdes, ndërsa Bobo vazhdonte të ulërinte te çanta. "Zotëri, na duhet të largoheni anash. Thjesht një procedurë standard e kontrolli," tha Alan qetësisht, por John mbeti i palëvizur duke refuzuar të lëvizte. Diçka u shfaq në sytë e Jos, frikë, ndoshta edhe faj. Pasagjerët përreth filluan të ngadalsonin. Shikimet e tyre lëviznin mes Jos dhe trazierës që po rritej te siguria. Disa nxorrën telefona duke regjistruar këtë tension që shtohej në ajër. "Nuk kam asgjë të palishme," bërtiti Joe. Zëri i u ngrit me një ton të qartë dëshpërimi. "Kjo është çmenduri." "Atëherë nuk ke për çfarë të shqetësohesh," u përgjigj Alan duke i bërë shenjë dy policëve të tjerë që po afroheshin. "Le të hedhim një sy çantës." Për një moment gjithçka u ndal. Joe shikoi drejt daljes më të afërt. Dora e tij shtrëngoi dhe më shumë çantën. Gishtat i dridheshin lehtë. Ai shikoi përsëri policët duke llogaritur rrezikun dhe pastaj në një çast, si një çelës që kthehet, ai u hodh për të ikur. Bobo u sul përpara, policët bërtitën dhe aeroporti i qetë u zhyt në kaos. Joe vrapoi nëpër terminal, duke u endur mes udhëtarëve të hutuar, duke rrëzuar një kiosk në rrugën e tij. Çanta e tij kërcënonte të binte nga shpina, por ai nuk e lëshoi kurrë. Pasti Bobo u hodh si një raket, duke shmangur pengesat me lehtësi. Lejet e tij jetonin nëpër terminal të mbushura me urgjencë, sikur po u thoshte të gjithëve të ndalonin. Një polic bërtiti, zëri i tij ishte i mbushur me panik. Alan dhe një polic tjetër vrapuan pas tyre, hapat e tyre ndërmonin dysheme ndërsa dishnin burrin që ikte. Joe ishte i shpejt, shumë i shpejt, por Bobo ishte më i shpejt. Brenda pak çastesh, ai e kapi, duke u hedhur dhe kapur këmbën e pantallonave të Jos, duke e tërhequr nga balanca. Joe u rrëzua duke u përplasur me një rresht karrikesh. Çanta e tij rrëshqiti nëpër dysheme dhe përmbajtja e saj u shpërnda. Ai u përpoq të ngriher, por policët po afroheshin. Joe shkelmoi dhe luftoi kundër Bobos duke bërtitur: "Ju nuk e kuptoni, nuk doja që kjo të ndodhte." Alan vrapoi te çanta e rënë. Zemra i rinte fort. Ai ul me duart me doreza duke hapur çantën ngadalë. Dhoma ra në heshtje, çdo sy përqendruar te polici dhe çanta. Brenda nuk ishin atë që prisnin, as drog, as armë. Në vend të kësaj, e mbështjell fort në një pëlhur, ishte një foshnjë, një porsalindur e mbështjell dhe heshtur. Terminali ra në heshtje të tronditur dhe të gjithë syt u fiksuan te fytyra e vogël që shfaqej nga pëlhura. Ajri i rënd nga shoku duke se ndaloi. Alan shikoi fytyrën e pafajshme të foshnjës, pastaj lart te Joe, i cili tani po qante në dysheme. Supet e tij driteshin nga pikëllimi. "Nuk është e imja," përsëriste Joe, dhe zëri i tij mezi ishte një përshpëritje. "Thjesht duhet ta dorëzoja, nuk dija çfarë të bëja." Të gjithë rreth qëndronin të ngrirë, të pasigurt se çfarë të mendonin për situatën. Pasagjerët, oficerët e sigurisë, stafi i linjës ajrore, askush nuk mund të besonte atë që sapo kishin parë. Bobo ul pranë foshnjës, tani vigjilent dhe i qetë, sikur e dinte gjatë gjithë kohës çfarë fshihej brenda çantës. Sytë e tij lëviznin lart te Alan dhe pastaj poshtë te foshnja, sikur të thoshte, tani gjithçka është në rregull. Dhoma e marrjes në pyetje në aeroport gëmëzhinte nga tensioni. Joe rinte i ulur në një karrike, fytyra e tij ishte e zbetë dhe duart i dridheshin. Përballë tij, oficer Alan dhe një detektive femër u përkullën përpara duke vëzhguar çdo lëvizje, çdo dridhje të trupit të tij dhe çdo fjalë që dilte nga goja e tij. "Na tregoj gjithçka," tha detektivja butësisht. "Fillon nga fillimi." Joe psherëti u thellë, sytë e tij ishin të kuq nga të qarat. Ai shikoi poshtë te duart e tij duke luajtur me skajet e mëngëve.
Nuk e dija që ajo ishte në çantë në fillim, betohem. Një burr më kontaktoi online, tha se do të më paguante për të dorëzuar një paketë një çift që priste në Kanada. Kisha nevojë për para, motra ime është e sëmur, mamaja ime punon 2 punë. Mendova se ishin vetëm pajisje elektronike, ndoshta diçka e dyshimt, por jo kjo. Alan shkëmbeu një vështrim me detektiven, vetullat e tij u rrudhën. Kush ishte burri? Nuk e kam parë kurrë, vetëm një zë në telefon dhe më pagoi me kriptomonedë, tha Job me zërin që i dridej. Por kur mora çantën, diçka nuk shkonte. Ishte e rëndë dhe ngrohtë. Madje dëgjova një tingull si një të qarë. Atëherë kuptova se diçka nuk ishte në rregull. Detektivja u përkul përpara dhe syt u ngështuan. Dhe ti ende hipje në avion? Joe tundi kokën me zërin e tij që mezi dëgjohej. Nuk dija çfarë të bëja tjetër, u panikosa. Mendova të telefonoja autoritetet, por kisha frikë. Kur pas çantën të lëvizte, ngriva. Nuk dija nëse isha në rrezik apo nëse foshnja ishte. Më dukej sikur isha në një mangth. Alan u mbështet mbrapa në karrige dhe mendja e tij po vraponte. Situata po bëhej gjithnjë e më e ndërlikuar. Joe sapo kishte pranuar se ishte një pjesë e pavetëdijshme, diçka e shumë më të madhe se sa mund të kuptonte. Për faktin që ai nuk kishte raportuar çantën e dyshimit ose të qarën që dukej të vinte për saj, krinte shumë pyetje. Pastaj ende kalove në përsiguri, e shtyu detektivja. Nuk dija çfarë të bëja. Thjesht mendoja për foshnjën, por qeni juaj, ai qen nuk më linte të shkoja. Sikur e dinte, sikur po përpiqej të më ndalonte para se të ishte tepër vonë. Ndërkohë vajza e vogël u dërgua në urgjencë te stafi mjekësor i aeroportit. Çuditërisht ajo ishte e shëndetshme, vetëm e uritur dhe e ftohtë. Nuk kishte asnjë identifikim, asnjë shënim, sikur dikush e kishte braktisur si një ngarkesë pa asnjë shqetësim për mirëqenien e saj. Lajmi u përhap shpejt. Ekipet e lajmeve zbritën në aeroport dhe historia e një qeni që lente dhe një foshnje misterioze ma gjepsi botën. Të gjithë donin të dinin më shumë për qenin që kishte ndaluar një kontrabandist të mundshëm në gjurmët e tij. Bobo u bë një hero brenda natës. Deri në mëngjesin e ardhshëm, aeroporti ngumëzhinte jo vetëm nga udhëtarët, por edhe nga raporterët, kameramanët që ndizeshin nga kalimtar kurreshtar. Historia u bë virale me tituj që bërtisnin, që dominanin ekranet televizive në të gjithë vendin. Prezantuesit e lajmeve nuk dalonin se shfaquri pamjet me Bobon që qëndronte i palëkundur mes Joes dhe Daljes. Leja e tij ishte e pamëshirshme dhe e palëkundur, një roje vërtet në veprim. Pamjet prekën njerëzit kudo dhe mesazhet e lavdërimeve vërshuan nga gjithë bota. Jepini atij qeni një medalje, lexonte një mesazh në Twitter, ndërsa një tjetër deklaronte: "Ne nuk i meritojmë qenë si Bobo." Shpejt hashtagu HeroDogBo u bë trend global dhe qeni gjerman i guximshëm u kthye në një sensacion interneti. Sa për John, fati i tij mbeti i pasigurt. Autoritetet ende nuk mund të përcaktonin nëse ai ishte viktim apo bashkëpunëtor, por një gjë ishte e pamohueshme. Takimi i tij me Bobon do të mbajë mend jo vetëm për zbulimin tronditës të foshnjës, por për lidhjen e pabesueshme mes një qeni dhe një njeriu që parandeloi një tragjedi para se të fillonte. Historia ishte larg përfundimit, por për momentin një gjë është e sigurt. Aeroporti kishte dëshmuar një mrekulli, fal një qeni besnik të quajtur Bobo. Historia e Bobos që zbuloi një foshnjë të fshehur në një çantë shpine në aeroport na kujton fuqinë e instiktit dhe besnikërisë. Ajo që filloi si një moment i zakonshëm u kthye në një zbulim tronditës që kapi vëmendjen e botës. Nga guximi pa lëkundur i Bobos dhe misteri që rrethon John dhe foshnjën, kjo ngjarje nxjerr në pa lidhjen e jashtëzakonshme mes njerëzve dhe kafshëve, si dhe pasojat e papritura të veprimeve tona. Ndërsa historia vazhdon të zhvillohet, një gjë mbetet e qartë: heronjt mund të vinë në të gjitha format, dhe ndonjëherë një qeni vetëm mund të ndryshojë gjithçka. Po ju çfarë mendoni? Ndani teori dhe mendimet tuaja në komente dhe qëndroni të sintonizuar për më shumë histori që sfidojnë pritshmërinë. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe gjetë të tërheqëse, ju ftoj të abonoheni në kanalin ton për më shumë përmbajtje të ngjashme.